rivalizuese, por gabimet e Vazhdis, por ndoshta edhe reagimit në gjykimin e ndikuan. U kam shumë irrituar me gjykimin sot. Nuk besoj se pata në reagim të pa meritum. Paktën në eksperiencën time si trajner nuk besoj se kam pas një reagim të pa meritum. Megjithatë do e shohim neshin të filmuar dhe do analizojmë gabimet. Do me gjetë rastin me falenderu publikun sonte, ishte një publik fantastik që kisha shumë vite që nuk e shifsha pallatin e sportit kaq të ngarkum, kaq të emocionum dhe në mbështetje të Vllaznisë në këtë lloj forme. Çfarë nuk shkoi sot? Kishte shumë gjëra që nuk shkunën, por kemi marrë një numër të konsiderueshëm personalesh që mendoj që na ngarkun dhe nuk na lejon me vazhdu lojën. Keni shanse për finale? Besoj që pa që shanse kena, po në qoftë se shanse do jenë të barabarta, mendoj që do kena edhe sukses ndonjëherë. Dhe një fitore duhet ekipit të Gjan të shkojë në finale. Mund t'ja shtyni festën apo mund t'ja mohoni tërësisht mundësinë e shkojës në finale? Shiko, ne do luftojmë deri në fund. Çfarë do lloj gjëje që të ndodhi, ne do japim maksimumin ton në fush në çdo moment. Duhet kena parasysh që Beslidhja është ekip shumë i mirë, me numra lojtarësh, i drejtum shumë mirë, kështu që mendoj që jena paraqit në mënyrën më dinjitoze të mundshme, duke pas parasysh me çfarë po përballemi. Ndeshja e tretë kur duhet? Në çfarë orari? Besoj do e publikojmë sonte ndeshjen e tretë, duhet jetë të mërkurën ose të njëjtën. Duke qenë se na u shtyr ndeshja nga e diela në të hënën, mund të ketë një ndryshim për ndeshjen e radhës. Rakaj mungoj sot, do të jetë për ndeshjen e ardhshme? Kishim 3 lojtarë që na mungon sot. Kishim Parker, Wilkins dhe Rakaj. Do shohim nëse do jenë të rekuperuar për ndeshjen e ardhshme, do e aktivizojmë patjetër. Jo e patë që kishim mungesa në rotacion. Me aq sa kishim djem të dhanën maksimumin e tyre dhe kështu do vazhdojmë edhe në ndeshjet e ardhshme.